Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jemi tek dersi I fundit, inshallah taala, është hadithi I 5, që shehu e ka sjell në librin e tij Porosi profetike. Transmetohet nga Ebu Hurajra radiallahu anhu se ka thënë: 3 gjëra janë shpëtimtare dhe 3 gjëra janë shkatrimtare. 3 gjërat shpëtimtare janë takfallëku në një, të kesh droj nga Allah I lartësuar, në vetmi edhe në praninë e tjerëve. E dyta, të thuash të vërtetën në gëzim edhe në hidrim, dhe po ashtu të jesh mesatar në skamje edhe në bollëk. Ndërsa këto ishin shpëtimtarët, ndërsa shkatrimtarët cilët janë? E para, ti nënshtrohesh kopracisë, më bo koprac. E dyta, me pasu epshin, ta pasosh epshin, dhe e treta, të pëlqej vetja jote, me ty vetja në qef. E kjo është më rënda prej tyre. Tani e kemi komentin e Sheikh Abdulkader El Arnautit rahimahullahu taala. Pjesa para hadithit shpëtimtarët është, pika parë është takfallëku. Të kesh droj nga Allah kur t'jesh vetëm në praninë të njerëzve. Takfallëku, habiba, vllazni, është mja pas frikë Allahu subhanahu wa taala, edhe kur jenë vetmi, sekret, por edhe kur je vetëm edhe haptazi, në mesin e njerëzve. Mja pas frikë Allahu azza wa jall, çfarë do të thotë? Është mju bind urdhrave të tij dhe mju largu harameve, ndalesave. Ti jesh takva, do të thotë të ndalesh në kufit e Allahut azza wa jall. Ato kufit, ato limitet që I ka caktu Allahu subhanahu wa taala, mund dalë tek ato limite. I dërguar Allahu sa më ka thënë, Allah I ka bërë të detyrueshme, thot, disa gjëra, e mos I humni ato, dhe ka caktuar disa kufi, mos I shkelni ato, thot. Gjithsesi rënia e fjalës takwa e ka kuptimin e rujtjes, më rujt. Nga sa ajo rujt njeriu nga çka? Nga zjarri, se e dim çdo fjalë ka definicionin e vet, gjithsesi edhe terminologjikisht. Allah I lartësuar ka thënë: o ju që keni besuar, Sura Ali Imran, ajetin 102. Keni frikë Allahun me një takvallëk të një mend, dhe mos vdisni ndryshe përveç se duke qenë musliman. Mas pari po thot ki frikë Allahun me një takvallëk, me një devotshmëri të një mend, edhe mos vdes ndryshe, mos ja dorëzo shpirtin Allahut subhanahu wa taala përveç se duke qenë si musliman. Apo Abdullah ibn Mesud rahimahullahu taala në komentimin e këtij ajeti thot: keni frikë Allahun me një takvallëk të një mend, do më thonë ti bindesh Allahut subhanahu wa taala e të mos I bësh mëkat atij, ta përmendësh e mos të harrosh, ta falenderosh e mos ta mohosh. Allahu subhanahu wa taala thot: friksojeni Allahut sa të keni mundësi, Suratul Taghabun, ajeti 16. Mju friksu Allahut azza wa jall aq sa ki mundësi. Ajetet tjera në vim, Suratul Al-Ahzab, ajetin 70, thot: o ju që keni besuar, thot friksojeni Allahut dhe thoni fjalë të drejta. Shiko, friksoni Allahut, thoni fjalë drejta. Ai ju a përmirëson punët. Nëse ti bosh I sinqert me Allahun azza wa jall, flet fjalë drejta, Allahu subhanahu wa taala ka me ti përmirësu punët, edhe gjendjet tuaja, dhe kam ju falë mëkatet tuaja, e kush I bindet Allah dhe të dërguarit, ai ka arritur një fitore të madhe. Po ashtu Allah subhanahu wa taala Suratul Talaq ajeti 2, ai që ja ka drojën Allahut, frikën Allahut, ai do t'i gjej ati rrugdalje dhe do ta furnizoj nga nuk e llogarit fare. Subhanallah. Nëse e kini punë që ki haramen ta, dhe ti vetëm për shkak të frikës ndaj Allahut subhanahu wa taala, për shkak të harameve që janë aty, po e lën një punë që s'kit ardhura fare, po I bindesh Allahut subhanahu wa taala dhe mendon se Allahu azza wa jall ka me të lënë keq ty, ti po e lën, je me familje, je me gru me fëmijë, dhe po e lën një punë që është haram vetëm për hir të Allahut dhe Allahu ty ka me të lënë keq,
Asesi. Kur mos mendo kështu. Që shka thonë Muhamedi a.s. mos vdes as një njeri për vetë se duke menduar mirë për Allahun azza wa jall. Dhe krejt ulemaja kur argumenton për çështjen e riskut, thot sikur thot me pas drojën Allahut, ai që e ka drojën Allahut, ai do t'i gjej ati rrugdalje dhe do t'a furnizoj nga nuk e llogarit fare. I vjen risku subhanallah, nuk din edhe vetë çush i vjen risku. Pse? Për shkak të frikës ndaj Allahut. Kush e lën një punë për hir të Allahut, Allahu ja zaventson me një punë hala më të mirë, subhanallah. Edhe pse fillimisht ai mendon që është e mirë ajo për ta. Mirë, por nëse e le, sepse ka harame, Allahu azza wa jall ja zaventson me një sen shumë më të mirë. Thot Allahu azza wa jall po ashtu suratul Anfal, ajeti 29. Nëse keni frikë Allahun, ai thot do t'ju dhuroj udhëzim. Shiko. Nëse i tutesh Allahut, ai kam ju dhuru udhëzim me bot qartë, të bardhën prej zezës, devijimin prej të vërtetës, ta bën qartë, i kupton senet ma mirë. Nëse vllajem, dije, nëse ty ta ka mundsu Allahu me e kuptu të vërtetën, me kuptu akiden e sakt, metodologjinë e sakt, dije se i ke pas frikë Allahun azza wa jall, shkaku i frikës Allahut azza wa jall, Allahu ty po të bën të qartë, po ta bën rrugën. Subhanallah, po ta bën qartë, nuk e ki të turbullt rrugën, për shkak të frikës ndaj Allahut azza wa jall. Nëse keni frikë Allahun, ai kam ju dhuru udhëzim për ta dalluar të mirën nga e keqja. Do t'ju mbuloj të këqijat, se na kemi mëkate. Do t'u afal mëkatet. Edhe ka me t'i mbulu gjunahet prej njerëzve, apo sepse t'hubi marrë një mëkat nëse e bën. Dhe na këtë kemi mëkate. Allahu azza wa jall na mbulon mëkatet dhe na fal. E Allahu është dhurues i madh. Suratul Anfal ajeti 29. Pra, takvallëku, devotshmëria me këtë botë kuptim është prej gjërave shpëtimtare. Është prej gjërave shpëtimtare. Porosia e dytë në hadith që ka ardhur, ta thuash të vërtetën kur të jesh i gëzuar dhe i hidhruar. Muslimani duhet ta thotë të vërtetën qoftë edhe kur është kundër vetvetes. E shet që është kundër vetvetes, kundër interesave të veta. Kur t'jet i gëzuar, i hidhruar, i kënaqur apo i mërzitur, që nëse pyetet për ndonjë njeri ta thotë të vërtetën. Pavarësisht është i hidhruar ndaj tij i kënaqur me të, sidomos në çështjet si martesa, partneriteti, bashkëpunimi me njerëz në tregti, në industri, që gjithnjë dhe në çdo situatë ta thotë të vërtetën dhe të mos ndryshojë e vërteta tek ai me ndryshimin e epshit dhe shijes së tij. O vllaje, haj peçon telefonin edhe po thirr. O vlla, ka mundësi me më tregu se çfarë njeri është ky, se ky person po ma lyp qikën. Ti e njeh ato shumë mirë. Po jo, unë s'po du me përgoju. Jo, të lejohet me i tregu sepse ai po lyp këshill për te. Në kësi raste përgojimi lejohet dhe është i lejuar ky lloj përgojimi, sepse ai po kërkon këshill për te vllaja. Ose për shembull, vjen një person që e ki pa në xhami, është 5 vakët lip. Ky është ka në hadith pejgamberit sallallahu që dëshmoni për ato i cili fal në xhami, apo dëshmoni për besimin e tij, por se jo domosdoshmërisht i ka gjitha cilësitë e mira. Dhe ai po kërkon me ty ortak me i në tregti, në biznes. Dhe ti në tregti nuk e sprovu me ta, nuk e din. Nuk e udhëtu me të për ta kuptuar se kush është. Atëherë çfarë? Kërkon prej atyre që ka pas biznes ky vlla. Dhe e pyet o vlla jam, më trego tash ai muni keq edhe më thon vallahi jo bre mirë, djali mirë, besimtar është ai 5 vakte është. O vlla besimtar pesho që 5 vakte. Ti mund të trego për punën që po kërkojnë me to me bë, më trego. Ose tjetri është borxhli keq që se kthen kur borxhin. Normalisht duhet me bë bejan, mi tregu njerëzve, sepse ju bën zullum njerëzve. Në kësi raste lejohet, sepse po kërkon këshill. Dhe kjo është me thonë të vërtetën, edhe nëse është kundër interesit tënd, edhe nëse është pro interesit tënd, kundër interesit tënd, çdo herë i hidhruar dhe i gëzuar, duhet ta thuash të vërtetën. Ka pas raste prej selefit, dikush ka ardhur dhe ka pyet për babën e vet. E ka pyet. I ka thonë çka të mërmenja për punë të hadithit, a mund ta marr? S'ka mujt me shoh babën e vet, i ka thonë, pyet e filonin për babën tënd.
Mirë po prap e ka drejtu që me e tregu të vërtetën me rujt dinën Allahut subhanahu wa ta'ala. Porosia e tretë, t'jesh mesatar në skamje edhe në bollëk. T'jesh mesatar, do të thotë t'jesh i ekuilibruar në shpenzime. Kur t'jesh i pasur dhe i varfër, nga se Islami ka ardhur në mes dhe ekuilibër, thotë Allahu azza wa jall, dhe ata që kur shpenzojnë nuk e teprojnë, e as nuk janë ndoshtërnguar, por mbajnë mesatarën e janë të matur. Vallahi kemi vllazni që marrin rrogën dhe fundin e muajit nuk e çojnë deri në fund. Ndoshta plot vllazni e marrin të njëjtën rrugë dhe jetojnë shumë mirë. Domethënë shpenzojnë jashtë mase, shpenzojnë pa menaxhim. Edhe këta Allahu i ka kritikuar, dhe ata kur shpenzojnë nuk e teprojnë. E as nuk janë në anën tjetër, do shtrënguar kur është e nevojshme, me dhon aq sa ke mundësi. Duhet me gjetë një mesatare vllaja. Jo harxhum javën e parë, javën e dytë, javën e tretë, javën e fundit, 10 ditë që fundit s'ka asnjë parë. Çuma se shkoj lyp borxh. Unë e kuptoj kur rroga është e pakt, mirë po flasim një rrogë mesatare. Ne duhet kemi kujdes që ta menaxhojmë në mënyrën më të mirë. Tani tek menaxhimi mos të keq kuptohet që na çdo ditë të ngjejmë parët apo çdo veprim apo çdo blerje që e blejmë me shkrujt, me centi, jo, sepse kështu humb bereqeti pastaj. Kështu humb bereqeti. Siç ka në hadithe që nëse tërkohen ti i palon, jo i palon, po nëse i njeh parët apo atëherë të humb bereqeti. Thashë duhet me pas kujdes mes teprimit edhe në mes domethënë kooperacisë apo dorë shtrënguar me qenë. Sa prej të kamurve patën pasuri të mëdha e që i shpenzuan pa mas dhe mbetën në fund pato, subhanallah. Dhe sa prej të varfërve e harxhuan edhe atë pak pasuri që e patën, mbetën parazit në kurrizë të tjerëve. Në kurrizë të tjerëve, vëlla. Ke pak para. Pse nuk e ha ushqimin aq sa ke para? Aq sa ke para e han ushqimin. E jo 2 javë ditë han mirë, po themi, domethënë, ja për te standardeve apo mesatare, e në 2 javë të fundit pastaj mbetesh pa ushqim. Kjo nuk është në rregull. Duhet me gjetë një barazi, një mesatari, ndërsa Islami erdhi në të gjitha çështjet e tij në mes dhe me ekuilibër, pa ekstravagancë edhe pa kooperaci. Bukur. Hajde tash te porosia e katërt. Prej shkatrimtarëve është ti nënshtrohesh kooperacisë. Besimtari nuk është dorë shtrënguar e as kooperac. Allah subhanahu wa taala ka thonë, e kush i ruajt kooperacisë së shpirtit të tij, të tillët janë të shpëtuarit. I dërguar Allah sa ka thënë, ruajini kooperacisë, sepse kooperacia i ka shkatruar ata që kanë qenë para jush, ata që ishin para jush, derisa i nxiti të derdhin gjakun e njëri tjetrit dhe të bëjnë të lejuar në përkëmbjen e nderit të njëri tjetrit. Në hadithi është në Muslim. Porosia e 5 është ta pasosh epshin. Ta pasosh epshin. Ta pasosh epshin do të thotë ti ndjekësh dhe të anosh pas lakmive dhe pasioneve. Çu thot Allahu azza wa jall, mos ju bind atij të cilët ja kemi shmangur zemrën prej përkujtimit ton. Ka larguar zemrën, Allah ja ka larguar, po ishte ai vetëm as pari që u drejtua drejt pasionit dhe pastaj Allah ja largoi zemrën e tij drejt përkujtimit të Allahut subhanahu wa taala, atij i cili është dhënë epshit të tij dhe puna të cilit është e tepruar. Suratul Kahf ajeti 28. Po ashtu Allah azza wa jall thot, e kush është më i humbur se ai i cili e pason epshin e vet pa kur faruzimi nga Allah. Suratul Qasas ajeti 50. Po ashtu Allah azza wa jall suratul Jathia ajeti 23 thot, a ke parë ti atë që duke e ditur respekton epshin e tij si Zot të vetin? E ka marrë për Zot epshin. Atë Allah ka humbur, ja ka mbyllur të dëgjuarit dhe zemrën e tij dhe i ka vënë perde mbi të parët. Nuk shohin. Më thuaj pos Allahut, kush mund të udhëzoj ato? Ta udhëzoj atë? A nuk po mbledh një mend
Po ashtu Allah subhanahu wa taala gjithashtu i thot pejgamberit alayhi salatu wassalam, thot ne të vum ty, thot, në një rrugë të drejtë të fesë. Pra thot ti pasoje atë e mos ndiq dëshirat e të padijshmeve. Sot gjatë i ajeti 18. Po ashtu Allah zgjat Suratul Maida ajeti 77 thot, mos ndiqni dëshirat e një populli që e ka humbur rrugën, që shkaktuan humbjen e shumë të tjerëve dhe që u larguan në tërësi nga rruga e drejtë. Prandaj në nështrimin ndaj epshit i ka shkatruar njerëzit, i ka shkatruar vendbanimet, ka shkaktuar që njerëzit ngecen mrapa, nga sa atyre ju ka hi vetja në qef. Pika tjetër është porosia e tretë dhe e fundit, thot t'i hyj njeriu vetja në qef, e kjo është më e rënda prej tyre. Allahu na rujt prej këtij sifatit keq, prej kësaj cilësie të keqe. Të hyj vetja në qef dhe të jesh mendje madh është nga gjërat më shkatruese. Bile i ka thonë Muhamedit sallallahu një person, një sahabi, thot po unë kom qef, thot, ka qef njeriu, apo dvishet mirë, bukur. Kjo thot nuk është mendje madhësi. Allahu është i bukur dhe e don të bukurën. Mendje madhësia është refuzimi të vërtetës. Ta thot një fjalë dhe ti e refuzon, kjo është mendje madhësia. Mirë po të vishesh mirë, bukur, pastër, nuk ka asnjë gjë të keqe. Thot Allah subhanahu wa taala suratul Qasas ajeti 83, atë vend të përjetshëm xhenetin e kemi bërë vendbanim të atyre që nuk duan mendje madhësi, e as ngatresa në tokë. E përfundimi i mirë u takon kujt? Atyre që janë të ruajtur prej mëkateve. Po ashtu Allah zgjat suratul Luqman ajeti 18 thot, dhe mos shtrembo fytyrën tënde. Mos shtrembëro fytyrën tënde prej njerëzve dhe mos ec nëpër tokë krye lart. Se Allah nuk i do, asnjë mendemad nuk e do, që shumë lavdrohet. Keni pa, ka njerëz që shumë lavdrohet, unë kështu. Më thonë ai unë i vetë, veç unë. Allah subhanahu wa taala suratul Qasas ajeti 76 thot, Karuni ishte nga populli Musait, edhe u bo arrogant, edhe e shtypta atë popull, e ne i patëm dhënë atë shumë pasuri, sa që një grup i fuqishëm mez i bartnin qelsat e pasurisë ti. E kur populli vet i tha atij, mos u krenaq, sepse Allahu nuk i do të shfrenuarit. Deri te fjala Allahu thot, po ne atë dhe pallatin e tij e fundosëm në tokë. Gjithë atë pasuri e ki vllai jam. Tanë ditën çdo ditë punon, subhanallah. Dhe më bo mendje madh, me ti vetja në qef. Për një moment caktuar Allahu subhanahu wa taala ta koll pasurin. Veç paramendo subhanallah, njerëz 30 vjet, 40 vjet punojnë, mbledhin pasuni me miliona euro dhe për një moment të shkatruohet pasunia. Qoft tani e parave, hajt po themi parat i kim bank apo ko e dione, apo shtëpia të kallët me miliona që ke investuar, ko e din të vllaja. Para të arsye, mos të bëhemi që me nahi vetja në qef. Allah na ruajt nga ky sifat i keq. Po edhe mos t'i nënçmojmë të varfërit. Subhanallah, lexova një thënie, Hoxha Unes Murati e kishte qit. Allah rujt, edhe tha një person kishte qenë i pasur, edhe ishte varfnu. Edhe i erdhi një person, edhe pi thot, çka është halli yt, pse u varfnove ti? Thot, e kam pritur këtë dënim, këtë sprov prej Allahut subhanahu wa taala para më se 40 viteve. Sepse thot një të varfër, thot e kam nënçmu. Subhanallah. Me të rrënqith zemra, me të rrënqith trupi. Veç pse e ka nënçmu, një të varfër, ky ka qenë i pasur, një Allah e din se si e ka nënçmu dhe çfarë fjali i ka thonë një të varfëri. Që atë pasuri dhe atë varfëri, Allah zë është ai që i sprovon njerëzit. Allah zë e ka bët varfër. Gjatë pasuni e ka pas. E ka bët varfër. Andaj të kërkojmë falit tek Allah subhanahu wa taala, t'ju kërkojmë halal vllaznive, se vallai na në shaka e sipër na njeriu edhe po del në i fjalë që ndoshta ti nuk peqet me qëllimin e nënçmimit, por se pyeti zemrat e tyre. E të kërkojmë halallëk, të bëjmë dua për ta, që Allah mos na sprovoj neve.
sepse çështja është e rrezikshme. Pra ajo që e shkatroi Karunin është se ati i hyri vetja në qef, e mbizotroi arroganca mbi të tjerët, e Allah i fundosi në tokë që t'jetë mësim për të tjerët. Deri në ditën e Kiametit. Thot pejgamberi sasam, nuk do të hynë xhennet ai në zemrën e të cilët ka mendje madhësi sa grimca e atomit. Hadithin Muslim. Ai gjithashtu ka thënë, Allah i madhërisëm ka thënë, krenaria, ai gjithashtu ka thënë, Allah i madhërisëm ka thënë, është hadithi kutsi. Krenaria është kostumi i poshtëm i imi, dhe madhështia e lavdia janë pjesa e lartë e kostumit tim, e ai që konkuron me mua në to, do ta dënoj atë. I dërguar Allah s.a.s. gjithashtu ka treguar për gjendjen e një njeri në kohët e mëparshme, i cili kishte hyrë vetja në qef. Thot ishte një njeri që ishte i veshur me kostumin e tij të bukur, flok krehur, i mburur me vetveten. Po ecte i kërkosur. Atër Allah subhanahu wa ta'ala e fundosi në tokë, e ai tani më është duke u zhytur vazhdimisht mbretësinë e tokës, kështu deri në kiamet, deri në ditën e kiametit. E transmeton hadithi Muslimi dhe Buhariu. Ky është pra përfundimi vëllëzni i mboravecëve dhe i atyre që ka hyrë vetja në qef, e kjo është prej gjërave më shkatrimtare për njeriun, ashtu siç na tregoi dërguari Allah s.a.s. Allahu i lartë na ruaj prej mburjes, pëlqimit vetes, mendjemadhësisë, na dhash sukses që me qenë modest, sepse në me modesti na ka ardhur Muhamedi a.s. dhe modestia e tij ishte morali i tij. Ai ka thënë, ai që bëhet modest për hir të Allahut, e ul veten për hir të Allahut, atë Allahu ka me ngrit lart. Bëu modest për hir të Allahut, Allahu të ka me të ngrit lart. Dhe në takimin e radhës, subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.